Ky është një podcast shumë i veçantë sepse është me dy njerëz shumë të rëndësishëm, po edhe shumë përfaqësues, sa i takon njësisë 6 dhe kombinatit, ai qyteti që ne kemi kaq kohë që po merremi për një realitet konkret që duam ta nxjerrim në pa, dhe që është brenda kryeqytetit të madh të Tiranës. Këtu kam shumë kënaqësi që të kem sot Matilda Çullhajn nga Shara si pjesë e origjinës saj që është një lagje e kombinatit dhe sot administratore e njësisë administrative të njësisë 6, kështu i thuhet? Po, dhe zotin Irfan Dashi që është një figurë, një personalitet herë gati në kombinatet dhe si institucion, sepse ka qenë aq shumë herë i zgjedhur dhe në detyra që lidhen me administrimin, po edhe përfaqësimi politik, po edhe drejtues në drejtori të rëndësishme në Bashkinë e Tiranës, që në vitet e Bashkisë parë ku ne kemi qenë të dy në një farë mënyrë pjesë e ekipit të Edi Ramës. Ju keni qenë tek ndërmarrja nr. 1 e qytetit, pastaj edhe në njësinë administrative të njësisë 6 si drejtues i saj. Kështu ka qenë quajtur dhe atëherë apo quhej mini bashkia? Njësia bashkiake. Njësia bashkiake. Pra keni pasur njësi bashkiake, këshill bashkiake. Këshill të zgjedhur. Këshill të njësisë bashkiake dhe ishit të zgjedhur në mënyrë direkte. Po 2 herë, 2 mandate. Deri në 2015 kemi qenë. Ndërsa ju, Matilda, jeni emëruar në detyrën që bëni me një strukturë të re të bashkisë që ka riformatuar dhe ristrukturuar organizimin e administrimit vendor. Dhe këtu e mbylla për prezantimin. Për gjithë qytetarët e njësisë 6 dhe të kombinatit është e rëndësishme ajo që ne do të flasim sot, edhe ajo që ju përfaqësoni, dini, njihni, që është, si themi, tregimi i dy njerëzve nga më të informuarit për situatën kombinat. Kështu që ndjehuni shumë rahat, të hapur troç. Ky podcast ka pasur popularitet vetëm se ka qenë i vërtet, edhe nuk është vetëm interesi i drejtuesit politik në këtë rast që organizon podcastin, po është në radhë parë ajo që ne duam të shprehim për zonën dhe ata të ndjehen që ne jo vetëm njohim problematikën e zonës dhe jo vetëm e kuptojmë atë, por ne dimë edhe si do i zgjidhim problemet e zonës. Kështu që ndjehuni qetë. Matilda, fillojmë nga ty. Po. Pa asnjë lloj Atëherë unë e kam marrë këtë detyrë pothuaj 4 vite më përpara, siç u thash, kam qenë punonjëse sociale në lagjen 14 në Astir. Ishte një propozim, siç thatë dhe ju, edhe nga rezultatet e mira që morëm në Sharr, kur më propozua në fakt unë ndjeva patjetër e respektuar dhe e nderuar, sepse nuk ishte një detyrë e lehtë, ishte një risi shumë e madhe për mua dhe kam qenë në një moshë të re, të themi, vetëm 27 vjeç. Ishte diçka që e mendova gjatë, sepse dhe nga gjërat që dëgjova vërdall nuk është se të themi ma bëri dikush mbar. Mos po i bën diçka vetes, kombinati është shumë i vështirë, njësia 6 është në momentin e saj më delikat. Këto ishin komentet që gjëja lart e poshtë. Ka shumë halle, njerëzit kanë shumë probleme, tërmeti ka goditur shumë. A do vlej ky pozicion për ty si pra fillim? ishim pas zgjedhjeve të 2021-shit Po, dhe ishim po. direkt pas dy tërmeteve. Fatkeqësive dhe emergjencave, tërmetet dhe pandemia, Po. edhe situata shumë e rëndë. Shumë. Do mbash shumë përgjegjësi, mendohu mirë dhe të them të vërtetën, e diskutoj ende dhe sot nuk doli askush që të më thonte, doja dalësh, vazhdo, një detyrë është, mund ta bësh dhe ti. Mora guximin në fakt dhe patjetër e pranova, se në fundit dhe nëse do dilte diçka wow, siç të tjerët më përshkruanin, ishte shumë e thjeshtë të jepja një dorëheqje, nëse unë ndjej që nuk e përballoja dot. Po që çdo gjë ka shkuar shumë mirë, me guximin që mora për ta marrë përsipër dhe po ishte e vërtet. Njësia 6 ishte një ditë as pak pozitive, me shumë problematika, me njerëz të mërzitur, të irrituar në hall, që vinin edhe qanin aty në zyrën time, po të gjitha këto, le të themi, janë superuar dhe jemi përshtatur, na e bërë pjesë e jona tani në këto vite punë. Njerëzit kur kanë halle, sidomos halle etike nga këto që keni përjetuar, ndonjëherë humbin edhe masën, edhe kush e di se çfarë situatash ju keni përballuar bashkë me ekipin tënd të ri që u mundove ta formësosh pak nga pak. Unë kam ndjekur nga afër dhe edhe nga larg punën tënde, por që me siguri që ka pasur edhe egzagerim, ka pasur edhe mbi reagim, ka shijush, ka pasur edhe shumë paragjykime. Unë kam dëgjuar shpesh shumë
teprime, të cilat sapo mi ke sqaruar dhe sapo telefonoheshim ose shkruheshim, menjëherë më shkruar pastaj gradualisht bindja që keni qenë përgjithsisht të sakta në atë që keni bërë me njerëzit, edhe gjithmonë më dilnin ato që ata më thonin ndonjëherë që njësia kështu, njësia ashtu, më bën këtë, më bën atë, nuk më bën këtë, nuk më bën atë. Në fakt ne i vërtetonim gjitha një nga një që në fakt kanë qenë pamundësi, ka qenë në limitet më maksimale që ju keni kapur, dhe me thënë drejtën, ta them të gjë me gjithë bindjen time që të forta keni qenë se si e keni përballuar atë situatë, sidomos pas tërmeteve, sidomos pastaj me problematikën e zonës që ka trashëguar dhe një akumulim problematikash në vite, një lloj vështirësie, lagje pak të themi të degraduara në disa aspekte, edhe nga pikpamja e ndërtesave, objekteve, edhe nga pikpamja fizike të viteve, amortizim, problematika që lidheshin me landfillin, me ndotjen që vinte andej për shkak të fillimit të aty të projektit të landfillit e tjerë, vareza e tjerë, kështu që të ta njoh si merit edhe e ke edhe nga unë këtë pjesë, aq sa vlen fjala ime në këtë histori që jo vetëm që i bëre 4 vitet edhe erdhëm prapë në zgjedhjet e përgjithshme, por unë mendoj që ke bërë maksimumin tënd edhe kështu që bravo të qoftë në këtë drejtim, dhe unë që kam qenë një nga shtytësit e kandidaturës tënde, jam i kënaqur edhe jam i shpërblyer me një punë që ti ke bërë, që më ka dhënë dhe mua mundësi dhe para komunitetit sot të jem i qetë në komunikim me ta. Në fakt e vetmja gjë që kam patur mundësi të bëj tamam nga ana ime njerëzore ka qenë psikologu i njerëzve. Kam studiu dhe vetë për psikologji dhe them që më realisht më ka ndihmuar. Pa shaka në atë njësi, në fillim edhe punës time mund të kenë ardhur qindra po ndoshta mund të jetë kap dhe mi, sepse njerëzit vinin me atë shprehin se ti nuk e di se ka ardhur sot, nuk e qenë grugaran tërmeti, por unë pika dhe zbradhin të gjithë hallin, sikletin, gjën që donin patjetër të dëgjoshin dhe mendonin se duke ardhur një iri në detyrë dua zgjidhte ato. Megjithatë, edhe pse ndonjëherë duket si ashpër, Merita dhe një nga cilësitë kryesore që ke është që je drejt për drejt, edhe shqyqyr që nuk je doktoresë, do i kishte thënë smurëve direkt se çfarë kanë. Je drejt për drejt dhe ke qenë drejt për drejt dhe në fakt në fund fare vlen ti je drejt për drejt. Edhe pse duhet begenisur çik më shumë ndoshta në një personi kur është në atë lloj halli, por ke qenë drejt për drejt dhe gjitha përgjigjet që un kam nga ty kanë qenë të vërtetuara, që kanë qenë të sakta. Kështu që kalojmë te Zoti Dashi. Në ratë parë ju falenderoj që na jep mundësinë të shprehem 2-3 mendime, ashtu siç ne kemi parë kombinatin në kohë të ndryshme, si e shohim sot, dhe përdornoj mendim se çfarë mund të përmirësojmë. Por gjithashtu do desha me rastin e 5 majit bëjmë të një omash me që është dita e dëshmorëve, lavdi përjetshme, kujtimit të tyre. Unë do ta filloj pak si ndryshe. Kombinati dhe unë. Cili është kombinati? Cili ishte kombinati? Para vitit 90 kombinati numëronte 16.000 banor. Një nga lagjet më specifike me cilësimet veçanta të gjithë Tiranës. Kombinati kishte gjithçka për të quajtur një qytet në vete. I tillë u ndërtua nga rusët në vitet 50-51, sigurisht me strukturën, me infrastrukturën dhe me urbanistikën, arkitektonikën asaj kohe, por edhe me hapësira të mëdha që sot i gëzojmë dhe ne sot e kësaj dite. Sigurisht në vitet e komunizmit u bastarduar diçka, por prapë ruajtën disa hapësira. Kombinati i kishte siç thash të gjitha, që nga spitali, materniteti, shkollat, kopshtet, qerdet, qendrën qendrore, pallatin e kulturës, teatrin, estradën, madje edhe ekipin e futbollit tekstilisti. Kishte një bibliotekë, cilën vetë kam frekuentuar në vitet e studimit në shkollës lartë, e pajisur me literaturë ruse e kohës, por nëna nevojitësh në atë kohë, në degën e inxhinierisë mekanike që unë përfundova. Kombinati kanë nxjerrë figura të shqura në të gjitha kohrat, në çdo fushë të jetës. Unë nuk dua të ndalem sot se mos harroj disa prej tyre, por kanë patur fatin e mirë që disa prej tyre që nuk jetojnë t'i përjetësojnë në rrugët dhe sheshet e kombinatit. Madje duke filluar nga deputeti i parë pluralist kombinat Teodor Keku. Atë rrugë ja kanë propozuar Këshillit Bashkiak Tiranës, e ndërmorëm këshillin tonë dhe madje ka qenë vetë kryetari i bashkisë dhe Zoja Keku që kanë bërë përurimin e saj, por shumë figurat kombinatit të cilët kohë pas kohë kanë vënë gur jetu në
kombinat. Pas viteve 90, sigurisht struktura e popullsisë u përmbys gjithçka. Kombinati ishte i pari ndër lagjet që u prek më shumë nga emigracioni. Djemtë e kombinatit çan parë të muret e ambasadave. Njën tashmë Skoda e famshme që çan murin e ambasadës gjermane, është djalë kombinati të pallati ku unë jam. Por përveç kësaj kombinati, siç u thash, kishte edhe një gjë tjetër. Çfarë kishte kombinati? Kombinati ishte si një kopsht i lulëzuar. Në kombinat e mbajnë vend sot dhe kësaj dite një njeri që është Xixiu, i cilet gjithë lulishtet e kombinatit, hapësirët e tyre, jo vetëm gjelbronin, por në çdo stin kishte lule. Po pse me këtë emër? Po ai një është një azi, po i thonin Xixiu. Po. Pra, në kombinat, unë i thash që tashmë mund të ketë mbetur 6-7% e popullsisë asaj kohe që janë, pra banor të vjerë të kombinatit. Unë kur era në drejtim të njësisë në vitin 2000, një pjesë tjetër të vogël nga ajo çfarë unë kam bërë, si unë ju qasa kombinatit, në fakt kam marrë në vitin 77. Por në periferi të kombinatit, se atëherë pak e vështirë për të futur brenda në qytet. Kam qenë aty ku quhet depo ujit. Më pas jam ofruar, edhe prej vitesh 5 dekada tashmë jam banor i kombinatit. Aty lindën fëmijët e mi në atë maternitet, aty u shkolluan, aty gruaja punoi, aty kam gjithçka, kam jetën time. Prandaj të kombinatit në fakt i kanë falë gjithçka. I kanë falë gjithçka, i kanë falë shpirtin, pasionin. Unë në vitin 2000 pasi kisha mbaruar në fakt një punë me njerëz, me sindikatat, isha kryetari i sindikatave të Tiranës, i Konfederatës. Edhe isha për pak kohë drejtori i një rajoni hekurbullor, me insistim miq të mi kombinatës më kërkuan duhet vish të kandidosh për kombinatin. Atëherë sapo Tirana u bë me një ligj që drejtohej me 11 njësi bashkiake, të cilën dhe ju keni qenë pjesë e asaj kohe. Dhe me thënë vërtetën hezitova pak. Hezitova jo pak, po hezitova shumë. S'pari sapo kisha përfunduar, si tash kënë kjo punë me njerëzit, nuk doja më të merresha me ngarkesa të tilla. Po së dyti, unë nuk vija nga strukturët e partisë në atë kohë. Unë nuk isha antar i Partisë Socialiste. Dhe madje strukturat ishin shumë të hermetike, të linin të afrohesh etj. etj. Pra unë jam një rast, domethënë që kam marrë nga shoqëria civile dhe erdha kandidova në vitin 2000, normale, mos i kthehemi asaj kohe, pastaj mora edhe një mandat dytë në vitin 2003. Mund të merrim edhe një mandat tjetër në 2007, por ashtu si shkuan punët me LSI-n, ju la kombinatit. LSI-ja e mori kombinatin, kështu që unë aty ndërpreva rrugtimin tim me drejtimin e njësisë bashkiake në kombinat. Sigurisht gjatë asaj kohe ka patur, nuk kemi si jemi të sot, themi të vërtetën tani. Kemi nisë gjithçka nga zero. Absolutisht. Edhe ajo që quhet zonë urbane e kombinatit, ato 1 kilometër katror po themi, edhe ajo ishte e bastarduar në të gjitha drejtimet e saj. Nuk kishte lulishte. Së bashku me Ramën, me ju, me gjithë tjerët, unë kam udhëhequr edhe një aksion të famshëm të shemjes i 103 ndërtime pa leje në 2 anë të rrugës kryesore në vitin 2002. Se ishim në zaptimin total të kioskave. Total të kioskave. Tirana ishte një Kandahar. Me ndërtesa edhe 2-3 kaçe, me njerëz që të vinin zyrë dhe të armatosur, pastaj edhe të mirë kuptonin, sepse nuk është se aty u bën ai dallim, u fshin të gjitha dhe sot kemi atë hapësirë që kemi, po do ndalem më pas për atë sepse kam vretin fakt si po administrohet sot. Jo nga njësia. Nuk ka absolutisht asnjë problem nga njësia, problemi është shumë më lartë, është nga ligji i famshëm 139/2015 për vetë qeverisin vendore, nga ligji për ndarjen administrative i 2014 115, për cilët unë mendoj se tani më kemi një përvojë 10 vjeçare dhe duhet shohim se çfarë duhet ndryshojmë në këtë drejtim, sepse pushtetit i është larguar qytetarit. Ke të drejtë shumë. Edhe prandaj edhe të kam këtu sepse dua shumë të bisedojmë për këto tema, të tre, po natyrisht ju keni edhe një, si themi, ju mund ta gjykoni edhe pak më thellë duke parë dhe gjithë eksperiencat tuaja. Absolutisht. Fakt, në thënë vërtetën, larg modestisë, eksperienca dhe bagazhi është goxha i madh. Kam tani më 20 vjet në pushtet vendor dhe di edhe njoh gjithçka në këtë drejtim. Pra, atëherë ishte jashtëzakonisht e vështirë, kemi nisur nga gjërat më bazike për të përfunduar. Unë në fund të 2 mandateve unë arrita që në kombinat kishim investuar 70 miliardë investime, nuk ishim pak. Ndërkohë, me fondet e vetë njësisë bashkiake, unë arrita të shkoj te 700-800 milion lekë të vjetra investime.
Dhe do të dini që ka qenë një luftë ashpër për t'i marrë ato 2-3 kompetenca. Ju keni qenë një ndër ta dhe unë do ta them sot tu përballë jush që nuk është se keni dashur bashkë me Ramën që të lëshoni kompetencën atë kohë, megjithëse ai ligji i famshëm ne na jep ato 2-3 kompetenca. Po. Dhe më vonë unë do ta them se çfarë mund të administrojnë sot Shumë njësitë mirë. administrative. Ne i morëm ato po në 2004, shumë vonë, në fakt, na u lanë të administrojmë tregjet, mini tregjet, merrim një përqindje të caktuar nga taksa apo tarifa që mblidhesh në atë, dhe ne gjatë kësaj kohe administronin. Çfarë do të thotë administrim? Administrim do të thotë e drejta për të planifikuar, financuar, organizuar dhënien e një shërbimi, e një funksioni. Po çfarë administrojnë fakto sot? Asgjë për gjë. Asgjë për gjë, prandaj jemi në një moment që po them pushteti ka shlarguar shumë nga qytetarët. Unë, siç u thash, i shërbeva me aq sa mundem dhe besoj se kam lënë diçka, ajo çfarë marr benefit sot, domethënë nga kjo punë që kam bërë, pavarësisht stresit më të akumuluar, asaj që bëra me tension, nga kjo punë kam marr ato që kam respektin e bashkëqytetarëve të mi. Kur dal në kombinat, më përshëndesin dhe kjo është gjëja më e madhe, kjo është pasuria, kjo është tesari më i madh që kam. Unë vetëm duhet ta sqaroj që se duhet nuk jam këtu për të folur për veten, më fal, nuk e vendi, kuptoj, por s'as më intereson fare kjo pjesë. Nuk kujtoj mirë këtë pjesë sepse unë në 2002 kam hikur, nuk kam qenë më në bashki dhe në 2000 kemi marrë bashkinë dhe më mend që 2000 deri në 2001 të paktën ka qenë një lloj revolucioni pastrimi dhe pastrimi të kryeqytetit. Ne kemi qenë në një gjendje fatale si kryeqytet, mbaj mend atëherë që gjetëm një kompjuter me një lojë soliter në Bashkinë e Tiranës. Ishte një situatë dramatike dhe nuk di deri në 2002 debatin në fjalë që mund të jetë bërë për kompetencat, ndoshta është bërë në 2003. 2003-2004. Po 2003, unë në 2002 kam ikur, s'kam qenë më në Bashkinë e Tiranës, megjithatë nëse ka qenë që Këshilli Bashkiak apo Bashkia e 2003-shit flas. Kur ka qenë fushata pastaj tjetër. Ka qenë mandati 3 vjeçar atëherë? Po 3 vjeçar. Ka qenë prandaj ka qenë. Por plasin fakt kanë shku deri në qeveri në atë kohë, me thënë vërtetën. Po që duhet ta kem të gjë me veten time, se unë sot jam avokati kryesor i fuqizimit të njësisë. Po desha të them që përsëri në krahasim me çfarë është sot njësia administrative, ne ishim lule, sepse këta edhe i fije letër do vinë ta marrin Bashkinë e Tiranës. Imagjino ku kemi mbërritur domethënë. Desa atëherë ne kishim një buxhet, e administronim atë vetë. Po pastaj unë arrita që me atë këmbguljen ndryshe ka njësitë të tjera, sepse komunati ka specifikën, siç e tham, si një qytet me vetë i ndërtuar si i tillë, ne kishim lulishte. Dhe punojësit e gjelbërimit i administronin vetë. Po kështu dhe tregjet e tjera. Kemi edhe një situatë ama që duhet ta krahasojmë që për shembull pak më ngjitur me ne, më mbani mend, njësia atëherë quhej komuna, themi? Po komuna. Komuna Kashar. A kishte kompetenca vlerës, bësh krahasime. Pra, zgjedhje kishim ne, zgjedhje ju nxorën ju. Fati i madh ishte në një farë mënyrë kur dikush një komunitet zgjidhte një person shumë të përgjegjshëm. Por kur komuniteti o zgjidhte, o bëheshte për të zgjedhur me metoda të tjera, njësi komuna e Kasharit, neve na erdhi keq administrimi i këtyre kompetencave të zgjeruara të komunës Kasharit, na erdhi në portat e Tiranës dhe sot është ende problematik për ne. Pra, ideja është që në një farë mënyrë atëherë pushteti në një farë mënyrë ka qenë edhe shumë pozitive që të ishin kompetenca, nga ana tjetër nuk kanë qenë akoma ndoshta mekanizmat dhe të përgatitura dhe kur të ikte një komunë drejtim paditur, pastaj duhet mbaje gjithë pasojat e asaj komune dhe ne sot e kësaj dite jemi duke marrë me hallet e Kasharit që fluturoi dhe bënte pallate pa rrugë, bënte pallate pa ujë, bënte pallate pa parkim, bënte pallate pa studime. Dashur Blendi, ne nuk flasim por juve jeni një rast ndryshe. Nuk flasim për atë nivel kompetencë që kishin komunat. Ne po flasim dhe debati im edhe me Ramën atë kohë ka qenë ky. Më jep që mund të bëhem thjesht një supervizor i punëve që kryen ndërmarrjet e ndryshme private, ndërmarrjet e ndryshme private dhe edhe ndërmarrjet e bashkisë në Tiranë. Unë dua punë, nuk dua të menaxhoj fare para, s'më intereson fare të bëj tendra etj etj. Dhe kjo gjë domethënë i vite për shtat sepse qytetari vite tek mua në bashki dhe thashë zotëri, kemi dhënë votën, pse rri këtu? Aq më tepër në kohën tuaj me në ballafaqqimin që kemi bërë në vitin 2003-2004 kam thënë zotëri, unë jam gati të dorëzoj mandatin, le të vi kush të doj, ose bëjni thjesht me njësi administrative siç janë sot, të paktën të jenë ta njerëz të jenë temëruar dhe nuk e kërkon sa tjetrit, të kam dhënë votën. Ishte ndryshe domethënë kjo gjë. Dhe përsëri nuk po flas për kompetencën që kishte Kashari. Është vërtet kjo që thoni ju, madje sot e kësaj dite vujm atë gjë edhe nga ajo tjetër se do e them diçka më poshtë, një mendim për atë çfarë kam për ndarjen administrative, domethënë edhe ndërmjet njësive.
është pa konceptueshme që tek rruga e Qelqit, që është 400 metra në vija erore me njësinë administrative, do të jenë në varësi të Astirit, Kasharit. Pse? Sepse ka qenë zonë kadastrale e komunës përkatëse dhe nuk mund të kthehet më këtej. Edhe pallatet janë ndërtuar si të tillë në atë zonë dhe tashmë janë atje. Kjo është absurditet, do të thonë mirë kur ishim njësi të më vete. Kashari ishte komunë vete, qeveri vete, do të themi kështu me ata të PD-s. Ne i Bashkia e Tiranës. Tani që jemi e njëjta gjë, absolutisht duhet i rregullojmë. Unë fakt edhe si person që merrem tani në Bashkinë e Tiranës me koordinimin e njësive administrative, kam përgatitur duke marrë dhe mendimet e administratorëve që ku mund të shkojmë me kufit ne si njësi që t'i bëjmë të tillë se kufit nuk janë tanë, nuk i vendosim ne, por që t'i shërbejnë qytetarëve. Duhet të rishikojnë, vetëm ta bëjmë edhe më me kështu me pyetje në kuptimin që të mund të ndoshta mos jetë. Okej. Të gjitha këto do i themi, pa merak fare, vetëm që të mund të kemi një si kështu shkëmbim, po themi ndërkohë kjo është edhe nga eksperienca, edhe nga përjetimi, edhe nga çfarë ka hequr në lëkurën e vet, edhe çfarë ka po themi ka vuajtur një kryetar njësie bashkiake me zgjedhje. Po themi që ka qenë dhe i zgjedhur. Nga një anë demokracia, nga një anë shtrirja dhe ardhja në territor e deri në votbesim, që është shumë e rëndësishme, po themi në SBA zgjidhen dhe sherifët, edhe policët. Që të kesh një shërbim të mirë sigurie në nivelin e drejtorit policisë, po themi në kuptimin e si mund ta krahasonim ne me një titull sot, apo i policisë bashkiake themi. Dhe atje zgjidhet në një farë mënyrë personi me zgjedhje në popull, kupton? Nuk e di se në sa vjet. Por nga ana tjetër kemi pasur edhe një mungesë kulture menaxhimi, mungesë kulture edhe demokratike, se neve na kanë ikur dhe shpesh komunat ktheheshin në principata me bajraktar, të cilat pastaj fillonin, jo vetëm komuna kemi pas ngjarje edhe me njësi. Por, pra domethënë në një farë mënyrë personalizohej njësia ose komuna dhe kthehej ajo në një mjet, në një instrument kundër interesave që mund të ishin më të gjëra, mund të ishin bashkisë, të qarkut, të marrëdhënieve mes bashkive apo njësive. Ti vetë je mere, natyrisht. Ti vetë ke jetuar periudhën e një njësie administrative me vula, e kemi thënë, me ca vula ke dritarja, që njerëzit vinë çojnë, depozitojnë këtu një kërkesë dhe ti e çon atë në qendër bashkie. Ti je shefja që ke vetëm 40 lapsa dhe ndoshta në një letër A4. Edhe ndonjë vul në një formular, nuk e di diçka në sistem se ç'bëni, por si është pikpamja jote në raport me si do ndihesh më mirë për të qeverisur atë që ke përgjegjësi, pra territorin tënd, zonën tënde, lagjen tënde, po edhe si qytetare, vetëm si drejtuese. Në fakt, ajo që tha Irfani vazhdon ende dhe sot, dhe jo nga pak njerëz. Ka shumë njerëz që edhe në fillimin e punës kishin kritik. Për çfarë jeti këtu? Ne ty të njohim për kryetare, sa as nuk e njohin fare termin që të thonë administratore, po të drejtohen si në kohën e shkuar kryetare, dhe nuk e kanë fare konceptin që nuk ekziston më një njësi bashkiake që është zhveshur tashmë nga kompetenca dhe ka kaluar njësi administrative. Dhe janë shumë kritik kur ta thonë. Ty të njoh për kryetare, këtu e kam banimin, këtu te ti do vi të kërkoj llogari. Pse nuk bëhet kjo? Pse nuk bëhet kjo? Çfarë janë këto letra që duhet firmos? Pse duhet dërguar gjëja deri lart? Dhe janë shumë kritik dhe të pakënaqur në fakt nga kjo zhveshje kompetencash. Sapo tha zoti Dashi që kjo puna e hartave se jemi bërë lëmsh. Në ca harta tona janë qytetarët e njësisë tjetër, në hartat e njësisë tjetër 14 dhe Kasharit ka qytetarë që votojnë kombinat. Dhe këta tani jetojnë aq ngjitur dhe jemi kaq afër dhe ndërkohë ka filluar tani është bërë dhe qesharake se po të shkojmë të shkelim në një trotuar nga ana tjetër e rrugës, mos ky është trotuari i njësisë tjetër, pse e kalove rrugën. Kjo është këtu, ndërkohë brenda pallateve në atë territor janë njerëz që votojnë ke ne. Si e shikon këtë pjesë dhe a do ishte më e menaxhueshme se duke thënë më e madhe na kap edhe meraku që mos ndoshta duke u zmadhuar bëhet më e pamenaxhueshme. Po nga pikpamja ekonomike, ca gjëra duhen të përqendrohen në një masë më të madhe kritike që të bësh shërbime më të mira. Për të pasur një flotë, për të pasur një flotë emergjencash, për të pasur mjete, eskavator, një ndërmarrje mirëmbajtje, kjo ndërmarrje mirëmbajtje të jetë me një lloj vetë financimi e ardhur nga taksa, ato taksa të proporcionalizohen me sa nxjerr zona, ku diun në një lloj formule, siç është për shembull formula që sa të ardhura ka një bashki dhe shteti ndihmon për strehimin me përqindje, po kështu të jetë një formulë brenda vetë bashkisë ku ato njësi të kenë një lloj tavani buxhetor i cili të jetë më i lartë ose më i ulët edhe nga performanca që ato kanë. Po si e shikon ti këtë pjesën
Pastaj të dy si e shikojmë, të dy ju si e shikoni dhe Përderisa kjo gjë ka funksionuar, se kanë qenë mini bashki dhe thjesht ju hoqë kompetencat dhe Irfani sapo e pohoi që kanë patur fonde, ka arritur të bëj boll investime në kombinat, patjetër që është diçka që mund të ribëhet. Sepse dhe ne si administrator nuk flas vetëm për veten, por edhe për kolegët e mi, kur e bëjmë dhe diskutim, nuk është se ndihemi mirë që për çdo gjë, qoftë dhe për një kosh mbeturinash për të pastruar, duhet të delegojmë diçka lart. Ndihemi komplet ndonjëherë të pavlerë kur ti nuk ke mundësinë e shikon dhe nuk çon një punëtor tënd direkt që të kryej shërbimin për qytetarin. Dhe ky centralizimi dhe kjo zmadhimi i Tiranës në këtë kategori me 1 milion banor, jo vetëm nga ana e banorëve, por edhe nga ana gjeografike, për mendimin tim është bërë totalisht e pamundur që të menaxhohet, sepse dhe UKT-ja dhe pa mjete dhe pa një tagër direkt të njësisë. Ka shumë drejtues që me cilët kam një super komunikim dhe siç e thatë unë jam shumë e ashpër dhe kërkuese, që më kanë ulur pak me këmbë tokë duke më thënë Matilde, kuptojmë dëshirën për ta bërë shpejt, por ne kemi një plan pune, kemi një Tiranë të tërë dhe nuk mund të merremi vetëm me kombinatin në kohë rekord, pavarësisht dëshirës time dhe asaj ngulmimit që hajde se kam një tubacion këtu apo hajde se kam këtë. Dhe tani nuk është më normale të ecet me një plan pune, me aq punonjës sa ka, sepse nuk e menaxhon dot. Nuk mund të shkosh dot në një emergjencë që ndodh në Sauk dhe në të njëjtën kohë të ndodh një emergjencë në një cep tjetër të Tiranës. Kështu që mendoj që duhet patjetër të zbresim poshtë. Me 16.000 banor dhe sot jemi në 75.000. Unë kur kam marrë në vitin 2000, kam marrë 42.000 banorë dhe 65.000 në 2007. Sigurisht flukset ndryshme kanë ardhur dhe kanë ikur, po siç e thash, domethënë popullsia është komplet e transformuar. Nuk mund të gjejnë 6-7% atyre që ishin. Kombinati në atë kohë ishte i ndërtuar me 2 qendra, brenda kombinatit tekstil dhe qytetit nxënësve. Edhe qyteti nxënësve ishte një pol shumë i rëndësishëm. Pavarësisht se ishte me nxënës, kishte atje edhe banorë që jetonin. Pa lënë me një anë atë që kombinati ishte epicendra e industrisë Tiranës. 11.000 punonjës punonin në kombinat. Në 3 kombinatet, ushqimorin, të drurit dhe tekstil, në 5-6 fabrika e qelqit, tullave silikate, mjetët pësimore, shumë uzina tjera, pra ishin 11.000 punonjës, pra kishte një lëvizje goxhat madhe. 11.000 ishin punonjësit që vinin e hyrin, e dalin, 16.000 ishte popullsia. Unë po ju them gjërat veçanta që për shembull në kombinat në atë kohë kishte çerë dhe javore. Nëse punonjësit nuk kishin mundësinë që ta merrnin fëmijën edhe gjatë javës, kishte çerë dhe javore. Po ju them që sot kemi pa çerdhe, një çerdhe që kemi pas në atë kohë, çerdhe javore nuk ka më. Sigurisht që kemi bërë shumë përparime në kopshte, në shkolla, investimet që janë bërë në shkolla janë vërtet fjalës së fundit, por ajo që e mundon sot njësinë administrative është edhe gjithë Bashkinë e Tiranës është fakti që janë bërë investime i dashur, por nuk mirëmbahen dot. Çfarë do të thotë? Edhe ky është problemi i madh shumë. Çfarë do të thotë? Unë atë që ju thash sepse më dhem për ditë kur dal në kombinat në rrugë të kombinatit. Unë thash që kam bërë përleshje gati me armë, ka qenë me pistoleta atje, dhe kemi liruar 30.000 metra katror sipërfaqe të gjelbërt. Kemi investuar 70 milion lekë të reja në 2 anë të rrugës kryesore në vitin 2006 me Bashkinë e Ramës. Edhe në ndërmarrjen numër 1 edhe ja pasionuar me pemët e me gjelbrimin e në kohën që kam qenë atje, domethënë mos ma merr përmburje ka bërë Rama se kam bërë unë. Nuk kam marrë përmburje ose ti njoh vlerat edhe unë kam qenë drejtori aty, po rastisht kur kalon në rrugët e Tiranës sot them, ora këto pemë mbollën kur isha unë aty. Por nuk kanë qenë pak, kanë qenë 15.000 pemë, të gjitha rrugët kryesore të ke pasion komunal, mua më thon sot njerëzit pa pasur unë asnjë plan, më thon edhe e kuptojnë sepse ne kemi punuar në komunale. Komunalja në një farë mënyrë është të bën të tani ajo çfarë më them është fakti që kjo që ju thash. Po ta shikoni sot lulishtë në 2 anë të rrugës kryesore nuk është më lulishtë, s'ka funksion më. Është degraduar totalisht. Mbi të kalon makina. Tani ne mund të kemi bërë qefin 5, 10, 15, 20, 25 tregtarëve, por ju kemi prishur qefin 10.000 banorëve, të cilët ata kishin oazin e vetëm. Le të kujtoj edhe një gjë tjetër, thjesht, prapë mos ma merr për ashtu, por ka ndodhur në atë kohë. Është lulishte që ka mbetur në rrugën e Likelmeni, ja 3.000 metra katror sipërfaqe. E kam rikonstruktuar në atë kohë me dashamirësit e kombinatit, me donacione. Beton që kanë mbetur skeletet e atyre stoleve që kanë vënë unë në atë kohë. Nuk sillet një motokorse të vi nga Tirana të kosisi Bari, por të vazhdojmë kositi me kos në kombinat. Pse?
pse e shikon me sy tjetër kombinatin? Tiranë ka motokorse. Kositet I gjithën për Tiranë, kositet. Kjo është problem I ndërmarrjes për kacë. Kjo nuk është faj I Matildës. Nuk mund bëj asgjë Matilda në këtë rast. Kombinati sot për mua ka 2-3 plagë shumë të Pra mirëmbajtja është një nga problemet më kritike që kemi. Okej. E para që ka krijuar edhe plagë sociale, por edhe disa problematike për sa I përket mirëmbajtjes, është ajo çfarë ne po bëjmë pas tërmetit të 2019. Mua atëherë më morën si personin që mund të amortizosha dhe kam ndetur 2 javë në çdo pallat. Po, e vërtet. Në çdo pallat inxhinierët shkonin dhe verifikonin dëmet, unë përballesha me njerëzit, por sepse ashtu ishin krijuar marrëdhëniet me ato që ishte në krye të njësisë, njerëzit nuk e donin, më morën, kam qëndruar 2 javë. Por tani, nga tërmeti 2019, sot në 2026 ka kaluar shumë kohë dhe jo dini sa pak është bërë. Është bërë shumë, por është bërë të pak, sepse ka patur të pengesa, të themi gjëra siç janë. Por ama qytetarët presin të marrin të shtëpi ditës. Janë akoma një numër I madh për fat keq na ka rënë në kombinat numri më I madh I atyre që janë ende në pritje. Po ne ishim në dëmturit, sepse ne jemi në brezi sismik. Kombinati ishte lagje më dëmtuar në gjithë Tiranën. Po. Edhe ndoshta sepse lagjet e tjera kanë mbledhur diçka sobza. Ndërtime çik më të vjetra, më të vjetra, ishin shtëpi të viteve 70, I dashur sepse unë thash jam që nga 77 aty, dhe ishin bërë pa llaç, sepse atëherë nuk ishte atë cimento, por merresh tymi I tecit të kombinatit dhe shtufi atje tek fabrika e tullave, ajo përdoresh për llaç. Dhe ato tullat silikate u bën të rrëshqitshme me njëra tjetrën, nuk marrin më dhe kanë ikën pallatët, do shemeshin se nuk e dija këtë që. Absolutisht, po kjo është si po e them se shumica prej tyre ishin me kontribut vullnetar. Ishin me kontribut vullnetar, me tulla silikate dhe kjo ka ndodhur gjatë asaj kohe. Tani çka ka ndodhur? Në vendet ku janë shemur janë kthyer në vende hedhje me dorinash dhe ferrash. Po. Është jo më larg se djesha ke populliti. Është kjo një shqetësim I madh, domethënë. Është edhe kjo një shqetësim I madh për njerëzit. Në anën tjetër, ai problemi social sigurisht mbetet derisa të sistemohen, të gjithë njerëzit janë 1000 ca familje që presin të marrin nga dita ditë, domethënë shtëpinë, sigurisht që do bëhet një polirëndësishëm atje ajo qendër e kombinatit, por derisa të bëhet, njerëzit sigurisht që kanë marrë. Situata nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Pra, kjo, ajo që u thash domethënë, duhet me patjetër të ndodhë. Nuk kemi ne pse mbajmë zonën ndërmjet Lanës dhe Unazës, që është Astiri, që është afër te dogana, 6 kilometra nga kombinati, edhe të mos e marr Astiri, mos e marr lagja 14 që është aty, 500 metra, 100 metra në vijë ajrore. Nuk ka pse ndodh. Ndërkohë që këtej zona mund të zgjerohen në zonat që janë natyrale vetë. Absolutisht janë natyrale vetë dhe pallatet që janë në fushë Mistomames, me shinat e trenit, domethënë ka qenë ideja ime, këta ja kam kërkuar dhe Fatostanos kur ka bërë vinë verdh në vitin e largët 2002 ka qenë, 2003 ka qenë atëherë në Elbasan, që ne ta kishim tek shinat e trenit. Ku vizohet me ato fabrikët e tullave, fabrikët e qelqit që ka qenë domethënë atë kohë. Pra aty ishte pjesë e kombinatit, me gjithë pjesët e tjera që janë zgjeruar, kuptohet, në pjesën e zonës rurale, qyteti Nxënësve tani po merr zhvillim, nuk ka nevojë pse të marrim, po them edhe një herë, atë pjesë që është shumë larg, nuk I shërben as kërkujt. Nëse ne themi që pra jemi ndimin që ato zonat andej Matan, Unazës. Absolutisht. Të jenë. Kështu e kemi thënë mendimin, unë materiali kështu e kam përgatitur, por si bie Shtata, Astiri. Shtata ose Astiri. Një nga ato. Domethënë, këta kanë rënë dakord atëherë kur unë ja propozova këtë gjë, I tham që ta bëjmë kështu, por në momentin që erën zgjedhjet lokale dashur mbeti, thanë poris se ka mendime që mund të Tirana mund të drejtohet me kështu se ka ide që mund të bëhet me 4 bashki Tirana. Ka ide. Ide të hedhura kështu në ajër janë. Ka disa kryeqytete metropole që punojnë me 4-5 bashki kryesore ose mini bashki, si ka qenë dikur në. Po, pikërisht. Dhe kanë ngelur pezu kjo. Kjo është një nga problemet. Çfarë mund bëjnë këta? Edhe këto moment siç janë. Sepse në ligj si është sot edhe 139/2015 është shkruar që kryetari I bashkisë mund të delegojë njësive administrative kompetencën për të administruar lulishte, kopshte, shkolla, çerdhe, tregje, mini tregje etj. Por edhe atë që u thash, domethënë shumë mirë, një herë së pari ne duhet funksionojmë me njëri tjetrin, sepse shumë nga institucionet e bashkisë që japin shërbim territor nuk e pyesin fare njësinë administrative. Jo vetëm që se pyesin, po punojnë sipas shefit tyre. Policia bashkiake në janë, IMT janë në anën tjetër,
ku diun, një ndërmarrje tjetër në anën tjetër. Dhe unë këtë problematike kam pasur dhe me ndërlistë me komunitetin, sepse aty ku kam dashur të bëj diçka, të lej një shenjë, domethënë. Kam përgatitur një rregullore për ta se nuk ishte fare, se si të funksionojnë, domethënë listë me komunitetin dhe kryetari i fshatit e tjerë, dhe shqetësimet e tyre kanë qenë të përhershme, persistente që ne jemi kot, nuk ta pyet njëri, kushdo që vjen në territor, as ta njëri fare. Edhe në diskutime kur ne bëjmë, ne duam të ndajmë përgjegjësi tani ata s'ta pranojnë me përgjegjësinë se thonë ne s'jemi të përfshirë, s'na keni përfshirë. Tani, çfarë gjë për shembull Bashkinë e Tiranës, unë mendoj se lirohet nga shumë detyrime që merr që t'i thotë në kombinat, zonja e nderuar, supervizionin për firmën e pastruese do ta bësh ti. Dhe plas kokën atje që qytetarët kenë qytetin e pastër dhe kur të vinë ta kërkojnë ty hesabin. Pra supervizionin asgjë, kjo këtë të marrë përgjegjësinë thotë, po, është pastruar kombinati nga firma e përkatëse. Por nuk besoj se ka një kompetencë e madhe bashkisë, domethënë, kur thotë që bëj këtë gjë. Unë po them merri jepi të bëjnë tendra këta. S'po them këtë, s'po ri këtë, pak në gjendjen që kemi. Pastaj për më tutje, për më vonë, unë them që kombinati nuk është më. Pastaj ka të veçorinë siç e tham tjetër, ose I kthehemi nga e para. I ka patur kombinati gjitha këto. Po. Kur vini në vitin 2000 dashur, akoma kujtonin se ishte koha e para 90-s, më thonin piko çatia, deri këtu vinin arrini. Po, sepse ishim mësuar atëherë që ishte ndërmarrje komunale banesa. Që shkonte merresh edhe me shtëpi private. Po. Por pra se e kishte zgjidhin aty në lagje. Duke qenë kështu I veçantë, I menjanuar, I kishte gjithë zgjidhje. Ore merrte drejtë studimit, shkollës etj. Nuk po them të shkojmë te ajo praktik. Shumë shpejt. Nuk po them të shkojmë te ajo praktik. Shumë shpejt do shkojmë tek fuqizimi I njësisë në çdo aspekt, programe, rini, strehim social. Do shkojmë patjetër kulturë, jeta sociale, 1100 km2 është Tirana sot. 1100 km2. Imagjinon dot, kombinati është 6 km, po 1100 km2. A mundet që në çdo moment, në çdo kohë, të jetë Bashkia e Tiranës e fokusuar me shqetësimet që ka shëngjej 40 km nga Tirana, apo normale fare, sigurisht që sa gjëra do të shpërndajmë si rrethët koncentrit. Do fillojmë nga qendra, do shkojmë drejt. Është evidente që këtu kërkohet dhe kjo na shton duket, po mos ta thonim do ishim gënjeshtar. Pra është evidente që duhet një rishikim I qeverisjes në nivel vendor, se me çfarë formati, se me çfarë stresash. Ajo që ditëm unë nga eksperienca ime dhe unë kam një farë eksperiencë, ndoshta nuk e kam sa ty në direkt njësi, po ajo që shikoj qartë është që janë bërë shumë kate, është bërë shumë vertikale, ka humbur ndjeshmëria ndaj ndonjëherë dhe vetë informacioni nuk vjen poshtë edhe nuk shkon lart. Edhe kjo gjë do parë urgjentisht. Nga ana tjetër kemi pasoja social-ekonomike. Neve të dielën e kaluar, unë e tregova në një takim kolegëve të mi, vum një autobus fizharmonik dhe bëm një instalacion, po tentonim bënim një aktivitet me APR-n, me bicikleta, me fëmijët e këto. Më besoj Irfan, brenda 2 orësh na vinë fotot, ishte shpartalluar sikur e kishte kaluar në mitraloz dikush, një autobus fizharmonik, gjitha xhamat, gjithçka, autobusi ishte praktikisht kishin mbaruar. Dhe këtë e kishin bërë fëmijët tek sheshi Garibaldi, të pa mësuar më me lojën, me sheshet, me lojrat, sepse mungon kjo infrastrukturë. Dhe na dha një mesazh shumë në pamjet parë të hidhur, po të paktën ishte një mesazh shumë I rëndësishëm, që ishte mesazh për fushatën, që në rast se ne do t'i lëmë ata mos kenë fëmijëri ca vite, se ne kemi tërmetet, se po merrem me këto, se po merrem me atë, se po merrem me kolektorin, me rrezë, ndërkohë ata janë duke kaluar fëmijërinë e tyre, nëse ata rriten pa kushtet e tyre normale të lojturit, të arktuarit, ata do jenë nesër të rinj me shumë gjas kontingjente, me cilat do merremi nesër, edhe nuk e di sa do na kushtoj, që ai parku lojrave që nuk po e bëjmë sot, kush e di sa herë më shumë do paguajmë nesër. E thash të gjë shumë shkurt, me shumë shpejtësi, mos ju marr kohë juve, që nga ana tjetër pam në aktivitetin që u bë atje me të rinj, me muzikë, me këtë, se si për pak, me pak gjë, një aktivitet I madh, me pak gjë, shumë pak, mendoj që ata çunat nuk kanë harxuar në gjë të madhe, me rinie, me familjare, me tjerë, me muzikë, u krijuar një atmosferë që filluan që të gjithë pash në një moment saktuar që kishin të gjithë celularët në tavolina. Po I mungon, I ka munguar. Nuk kishte njeri më që të përbënte rrezik për tjetrin. Pra në një farë mënyrë filloi me një ngjarje
sa do e vogël kulturore ose po themi sociale, krijon me njëherë një atmosferë shumë E di që kombinati është i vdekur, domethënë kur vjen ora 8 në dimër, jo, nuk diskutohet, po që në 6:30 është i vdekur. Ka një pol, është krijuar një pol në Astir që është me gjallëri, ndërsa qendra e kombinatit që ka qenë zonë urbane, në orën 6 në dimër është gjithçka është e mbaruar, është e vdekur. Jo sikur të jemi çfarë them unë Moskovik. Duhet të shohim kjo pjesë, jo vetëm ridhënien e kompetencave njësisë, por ne duhet të shohim në këtë pjesë rifillimin, rilindjen ose aty ku duhet ta kapim për të filluar kombinatin e ri. Nëse mund të ndalem pak të ajo që thatë në raport me aktivitetin e me zemër këtë, si banore kombinati, jo si administratore, si jam lindur, rritur dhe banoj aty, që në një moment më rënqeth mishi. Thash, wow, sa kohë dhe vite kishim pa dëgjuar muzikë dhe një gjë të gjallë në kombinat. Dhe e kam shijuar dhe vija re njerëz në balkonet e shtëpive, pavarësisht se ishte edhe vap shumë, se ka qenë gjatë gjithë ditës qefi aty në sheshin Garibaldi dhe DJ nga më të njohur, që e shijonin këtë gjë dhe e kanë komentuar shumë pozitivisht. Të gjithë ishin me këtë, çfarë ka bërë Vaki sot? Pse gjithë ky aktivitet në kombinat, se e kanë harruar të bërit aktivitet në sheshin Garibaldi prej vitesh, nuk ka ekzistuar si gjë. Dhe ajo dje është shijuar dhe njerëzit e duan, e kërkojnë, kjo duhet kthehet në rutinë në kombinat. Duhet jetë diçka, po themi javore, po të paktën mujore. Pra duhet të rigjallërojmë jetën, duhet të rindërtojmë pjesën e objekteve kryesore që janë në qendër. Sheshi Garibaldi duhet të jetë një vend i mrekullueshëm ku duhet të ketë edhe natyrisht mund të ketë edhe lokale, po duhet të ketë edhe jetë, duhet të ketë kulturë. Duhet të vi së shpejti një sallë multifunksionale artistike për evente, po edhe për aktivitete të ndryshme të shoqatave të njerëzve, të individëve, talenteve të kombinatit, biblioteka, një librari, pse jo një kinema, ju thoni ka pas maternitet. Pra duhet të ketë shumë objekte të cilat duhet t'i japin jetë kombinatit, sepse është një pol shumë i rëndësishëm, me kaq shumë njerëz. Edhe më vjen nga një anë më vjen shumë keq që në disa aspekte ne po i themi këto sot dhe ne jemi që të tre që i përkasim kësaj kauze, në një farë mënyrë ne mund të jemi të ndryshëm, por i përkasim një kauze që është e njëjta, që është e majta, që është Partia Socialiste. Dhe ne e dimë se është kauza e duhur, por neve ama e dimë shumë mirë që kauza është në njërë subjekt i njerëzve që e përbëjnë kauzën dhe mënyrën se si ne administrojmë kur na jepet mundësia, atë votbesim, atë mbështetje që na jep sovrani. Jo gjithmonë e bëjmë të gjë në harmoni dhe jo gjithmonë arrim të kemi një rezultat i cili të jetë fatkeqësisht këtu në kombinat duhet të nxjerrim mësime, edhe nga kombinati duhet marrim mësime edhe në nivel administrimi qendror dhe nivel administrimi vendor. Edhe për emergjencat, edhe për çfarë ndodhi pas tërmeteve, edhe se si kemi koordinuar, edhe se si mund të koordinoni më mirë. Tani e kemi këtë mundësi. Pra kombinati sot unë shoh ka një ndërgjegje shumë të fortë. Ju jeni të rinj dhe ne kemi shumë shpresë tek ju. Ne do bëjmë çështje mund në nivel politik, nivel qendror, të mësojmë nga ato që nuk janë bërë siç duhet. Eksperienca e atyre që janë këtu prej vitesh, siç është Irfani, që unë mendoj dhe lutem që nuk do shkëputesh nga jeta aktive dhe nga interesi jot për një kombinat shumë mirë, edhe në rolin e këshilltarit, edhe në rolin e një personi që je ekspert dhe mund të jesh afër një reforme të re që mund të konceptojmë. Mund të jesh edhe një nga vizatuesit e një arkitekture tjetër të qeverisjes vendore të Tiranës, me disa variante, pse mund të bëhen dëgjesa, mund të pyeten dhe njerëzit, mund të bëhet një proces transparent, që kjo mos jetë vetëm një vullnet që të vi nga lart apo nga halli, po të jetë një gjë që vjen organike. Edhe unë për këtë të siguroj apo ta them publikisht që çfarë do lloj pikpyetje kemi për njëri tjetrin. Unë një gjë jam i bindur që Merakli dhe që si thuaç ke vuajtur dhe duket që edhe këtu tani që flet je duke e kam pas me pasion. Je në emocione dhe je emocionuar. Unë kam bërë me pasion. Unë shpesh më kanë identifikuar me kombinatin, më thonë Irfani i kombinatit. Edhe nga njësitë të tjera Irfani i kombinatit. Një gjë sot e kësaj dite. Vetëm kohën e Irfandashit kishte lulishte dhe ujitje këtu. Tani nuk ekzistojnë më, domethënë e përdorin si ikon, çdo gjë e lidhin me kohën e tij dhe bëjnë krahasimin me çfarë. Jo, kombinati është investuar gjatë gjithë kohës, blenë, se s'do ta mohojmë edhe këtë, Tash unë kam patur shansin në rasti që të punoj edhe me deputet ndryshëm. Po them dhe një gjë që është shumë specifike për kombinatin. Kombinati ka pasur gjithë një deputet burro ose gra të forta. Për shembull, para vitit 90 kanë qenë dy ish-kryeministët, Mehmet Shehu dhe Adil Çaçani. Kanë qenë deputet të kombinatit. Po, unë kam marrë pjesë në mbledhjet e kur ka qenë Mehmet Shehu. Pas 90-s,
Sigurisht deputeti i parë pluralist ka qenë Teodor Keko, me atë periudhë shumë të shkurtër që pastaj pse rrugët tona janë ndarë, unë kam pas një moment që kam punuar 3-4 vjet me atë Zorin Kryemadi. Në fakt është bërë diçka për kombinatin. Pastaj kemi pasur rastin e Samir Tahirit, që unë dua t'i evidentoj që në të gjitha rastet këto kanë qenë njerëz kanë lënë vulën e tyre në kombinat. Kanë lënë vulën e tyre. Investime janë bërë goxha, por nuk ja kemi dalë dot deri në fund. Pastaj tërmendin na rënoi, na ktheu nga e para dhe unë shpresoj që një i tillë po i vjen kombinatit, një burr i fortë po i vjen kombinatit, që të bëj atë që duhet bërë kombinatin. Si thash, është një qytet më vete, si i tillë është ndërtuar, si i tillë konceptojnë dhe ata që kanë ardhur, sepse çka ka ndodhur kombinat. Erdhën, fakte kanë bërë jugorët, i themi gjëra siç janë, pa bërë dallime. Po atëherë kur u ndërtuan, në 50 ishin këta. Kanë pasi kontribut më të madh. Absolutisht. Dhe ata sollën të tjerë. Pastaj në 97-ën ndodhi ajo që ndodhi. E dini ju që unë kam regjistruar brenda ish kombinatit tekstil 700 familje trobojane kur kam qenë unë. Po. Vetëm trobojane ishin 700. Erdhën, ata s'kan asnjë faj, erdhën, ju thanë atyre, hajde se i keni këtu. Dhe kombinati ishte sheshi i betejës, që nga shkollat, konviktet, që të them unë, kopshtet, gjithçka, fabrikat u zun. Pra, jo vetëm pra zhvillime informale që kanë qenë absolutisht janë të bëra nga vetë banorët, po edhe një prurje e kësaj përmasi që thoni ju brenda fabrikave. Po, absolutisht brenda fabrikave. Unë nuk e imagjinon dot lartësitë i dashur ishin nga 8 metra fabrikave dhe ata fillonin dhe ndërtonin me tulla, bënin ca rrethime, ca ndarje për t'i përshtatur për shtëpia. Dhe aso kohë energjinë elektrike nga rruga kryesore e merreshin me ato, ju ka qelluar të kalonit ju me shishe plastike të hedhura të varura nëpër linjat. Ka qenë ajo që ka qenë, sigurisht nuk është më ai kombinat në vite. Rama me qenien në Bashkinë Tiranës, por edhe qeveritë tona në vite ndryshme janë bërë goxha. Domethënë thash duhet t'i themi gjëra si janë. Për shembull vetëm merr vetëm fushën e Mistomamës. Bërë një lagje taka ëndë tash, atje me vile 1 kaçe, 2 kaçe. Edhe është bërë një investim me miliona euro, cilët në rastin sipas gjykimit tim ai nuk do shkojnë gjatë, sepse aty do bëhen pallate. Pra ata pasi ti bëjnë me letra, nuk diskutohet, do bëjnë një kontratë për ndërtime të tjera. Ndoshta pastaj kjo do parë në vijim sepse në fakt dhe zhvillimi privat me rritjen e vlerës pronës dhe me rritjen e interesit të tregut për të blerë, edhe ata duhet të jenë një faktor zhvillimi dhe nuk mund të jetë vetëm shteti gjithmonë, bashkë me ata duhet ta shohim të ardhmen në kombinatet. Unë nuk e bëj dot dhe unë faleminderit që ju e thatë atë si themi edhe keni dhe ju një pritshmëri pozitive, por dhe unë vetë çfarë do të jem edhe gjenit isha nuk bëj dot gjë vetëm Irfan. Domethënë në rast se ne këtu nuk krijojmë një ndërgjegje të zonës, nëse ne nuk krijojmë duhet sinergji për një ambicie të zonës, e cila të lidhet edhe me vetë përgjegjësimin e zonës, të komuniteteve, të lagjeve, të gjithë tyre, dhe nëse ne nuk krijojmë mekanizmat që thamë që duhet ta zbresin pushtetin në tokë, edhe nëse ne nuk ndajmë përgjegjësinë me njerëzit e kombinatit, që dhe nesër kur të ulemi të themi përfaqësuesit tuaj ishin këtu, ne me ju ulëm, ne bashkë bëm të skicën e lagjes, e kaluam planin, do vi prona në njësinë territoriale administrative, do vi prona legalizimet, pra gjithçka regjistrimet, do vinë shumë punë në njësinë administrative dhe unë jam i bindur që kjo do ndodhi shumë shpejt. Është vazhdo të jetë njëta plagë. Shife, në vitin 2006 jam unë Irfani që kam mbledhur vetë deklarimet për legalizim banesën në 2006. Sot jemi 2025. Kanë kaluar afër 20 vjet. Çfarë mund t'i themi atij që s'është bërë akoma, që s'është legalizuar? Dhe vetëm te legalizohet. Dhe vetëm te legalizimet kemi vetë 950 ende aplikimet, të cilat një pjesë për perimetrit tërmetit dhe një pjesë të patrajtuara janë ende pas zgjidhje. Kemi plot edhe në zonë urbane me shtesa ndryshme që mbeten si të tilla dhe sot e kësaj dite që nuk janë legalizuar, domethënë. Tani dhe legalizimi do vinë këtu. Edhe regjistrimi do vi këtu, edhe një lloj vetë deklarimi për regjistrimin do vi këtu, që të mbyllet edhe kjo plagë e madhe. Ju e dini që kjo do ndodhi shumë shpejt, sepse jeni informuar, edhe ligji ka kaluar, do vinë shumë lehtësi sa i takon pjesës së kompetencave tuaja dhe për banorët. Edhe inspektoratet janë një problem i madh ndonjëherë kur nuk koordinohen, ato kthehen në gjatar në territor dhe ndonjëherë abuzimi vjen nga fakti që ka shumë pak informacion, qytetarët edhe gabojnë, edhe mund të bëjnë gjëra të paligjshme në territor ose me banesat e tyre. Ata nuk duhet merren si gjah për t'i kapur një pas një. Ky është problemi. Kjo është po të kishte një proces shumë më të mirë, themi informimi dhe vetëdijsimi, kupton, do ishte më e rëndësishme. Megjithatë unë them që
jemi në momentin më të mirë, të paktën ekonomikisht forcën e kemi, buxhetet janë, tani është çështje si më thën kulture qeverisë. Nëse ne arrim ta kthejmë të në një qeverisje të vërtet me njerëzit, mendoj që ky është moment shumë i bukur edhe për ju, Matilda, edhe për të rinj si ju, edhe për njerëz me bagazh dhe më ekspert si Irfani, po duhet se s'bën ama të besojmë Irfan, duhet futemi në përkëshilla, duhet jemi pjesë e strukturave, duhet përmirësojmë nivelin e përfaqësimit. Kjo është Ju e keni panoramën tashmë të qartë. Unë për këto jam e bindur dhe e sigurt dhe që është përcjell. Kështu që panorama e kombinatit është e qartë, se ku i pikon çatia, se ku janë hallet dhe çfarë duhet bërë, thjesht është ky vullneti që duhet të mblidhen gjitha palët, të dakordsohet për një reformë ndoshta të re territoriale dhe për ndarjen e kufive çdo gjë dhe të ndryshoj fryma. Ka shumë më pak se që kemi nisur, Matilda. Kur kujtoj që unë rria në orën 2 të natës roje tek pompat e ujit, që të mos në pritës energjia elektrike, sepse të nesër në mëngjes banorët do ktheheshin, do vinin të zyra, sepse nuk kishin ujë për të pirë, nuk kemi më në atë kohë. Kur kombinatit i mungonte 16 orë energjia elektrike, nuk kemi më në këtë kohë. Këto janë të gjitha zhvillime, shqyr Zotit mund që kanë ndodhur, ne nuk do kthehemi më mbrapa, kemi për të bërë akoma, kemi shumë për të bërë, por kemi arrit në një stad tjetër. Është e çuditshme se si çdo me thënë që ti jesh me dy administratorë që kemi trajtuar pothuajse pa mendje dhe pa e ditur programin. Unë e kam lexuar programin vetëm kur ulem me ju, që përgatit stafi im, edhe pak a shumë po shoh pikat, të gjitha këto ju i keni thënë pothuajse me në një gjë të vogël që ne do e kursejmë që është në një lavdrim për punët e mira, por s'ka problem, ne duhet jemi më shumë domethënë nuk na gjen që se jemi më shumë kritik, sepse na vjen më mirë nëse jemi më shumë kritik me realitetin, dhe po më lajmërojnë dhe nga regjia që kemi kaluar ndryshe nga gjithë podcastet e tjera mbi 1 orë që flasim, kjo tregon rëndësinë e bisedës edhe vlerën tuaj këtu. Dhe sa shumë ishte për të thënë. Dhe sa shumë ka për të thënë. Unë mora edhe ca shënime, natyrisht nuk jam egoist, to shënime nuk janë të Blendi Gonxhës, po i mora shënimet, ne po bëjmë një platformë për gjithë problematikat e zonave, që neve të mund t'i dokumentojmë dhe ato të regjistrohen, dhe t'i shërbejnë të gjithë atyre që do jenë bashkëpunime ne për të bërë zgjidhjet, dhe do ketë dhe emër mbi emër, komunitet, si më thënë, kush është përfaqësuesi i atyre që ka bërë një ankesë, një lloj bashkëqeverisje, po jo vetëm për t'i kërkuar lart bashkëqeverisjes, por një bashkëqeverisje aktive në nivel të poshtëm, në mënyrë që ne të kemi mundësinë ta vëmë me shpatulla për muri atë që do jetë ajo që do jetë administrata jonë vendore, ai do jetë përfaqësimi jonë, ai do jetë deputeti, ai do jetë, dhe t'i themi që ne dhe këto të regjistrohen në mënyrë elektronike me një platformë online, të jenë të dukshme, të jenë të lexueshme dhe ndoshta të mund të bashkangjitet edhe një plan veprimi për ato raste kur ka masa dhe plane veprimi nga qeverisjet, ose kur ka politika dhe reforma, në mënyrë që ne të kuptojmë dhe pastaj edhe qytetarët ta dinë. Kjo është një risi që po e konceptojmë tani, që mos mbaroj lufta në datën 11. Mendoj që lufta duhet fillojë në datën 12, për atë që duhet jetë mandati i plot për kombinatin. Dhe për punët. Mendoj që nuk kemi më justifikime. Ky është unë e kam thënë në shumë takime, nuk e di a është përcjell, po mendoj që nëse deri tani kishim disa justifikime, kishte disa alibi, tërmetet, pandemia, disa probleme që vinin nga mungesa jonë eksperiencës, ndoshta disa probleme tranzicioni traumatik që na ka penguar, mendësia e tjerë. Tani ky mandat nuk ka më alibi. Domethënë ne duhet shkojmë në nivelin që të gjitha shtresat e një shoqërie në ekuilibër social duhet ndjehen të realizuara, të vetë kënaqura, të plotësuara në nevojat e tyre kudo ku jetojnë ata në metropol. Edhe unë jam i bindur që me njerëz si ju, dhe nuk po e them të gjë për propagandë, se realisht Irfan edhe fakti që i folëm prap më dha shumë eko pozitive për atë që ti përfaqëson. Matilda, të lutem, nuk do humbësh besimin, duhet luftoni fort, nuk duhet ta shikoni veten si themi thjesht e vetëm në një herë të pafajshëm dhe të pafuqishëm për të ndryshuar, ju duhet ta kërkoni ndryshimin. Për shembull Irfani ka shumë më tepër vite dhe mund të ishte më i konformuar, dhe Irfani është më reagus në këtë gjë dhe lufton për atë gjë që dhe ne duhet jemi dhe më reagus në këtë gjë. Po jo duke hikur, po duke luftuar që ta ndryshojmë. Duke qenë kritike dhe reaguese. Patjetër unë më shumë se sa të kem mundësi ta them hapur me ju në publik, besoj që dhe kjo është një mënyrë që ne të reagojmë, që ne t'i themi gjërat hapur, sepse ne mund edhe t'i fshinim gjërat dhe mos i thonim, kupton, por pra ideja është që kjo
është një tregues që ka shumë rëndësi kjo pjesë. Edhe I do shumë Bleni. Unë do doja të thoja që bëj mirë që jemi të tillë, sepse nuk jemi me 2 fytyra, me 20 fytyra, nuk jemi si ata që hanë me ujkun, lejnë me qenin dhe pastaj qajnë me bëriun. Jo, nuk duhet të jemi kështu. Më mirë të jemi drejt për drejt, të themi gjëra. Sigurisht ne nuk mund të mohojmë asgjë për të çfarë bën kombinat. Faleminderit Zotit gjithëve atyre që kanë kontribuar për kombinatin, jo pak kanë kontribuar, por sot jemi në këto momente që jemi. Ne duhet shkojmë pak më tutje. duhet steka më lart, duhet steka më lart. Dhe unë kam shumë besim që kjo do të ndodh, edhe në nuk diskutojmë fare mandatin, ne po themi çfarë do bëjmë mas asaj për mandatin, nuk bëhet fjalë këtu. Kështu që shpresoj dhe besoj që këtij qyteti me hallë shumë, me njerëz të mirë në fakt, po edhe njerëz të dëgjueshëm. Shumë njerëz. Ka shumë po themi kështu për kombinatin, domethënë thashë them, po janë kështu apo janë ashtu. O niveli i tillë është niveli në fakt është i tillë. Tani ti parëm gjëra se kur vin nga rrethet, vin edhe futen në kombinat fillimisht. Ai kush vjen? Ai që nuk ka para për të ardhur ble diku më lart. Ai që nuk ka arsimin, po themi që të jetë, ku diun, në nivele të tilla, pra nivele të arsimor, kulturore etj. Ka nga të gjitha. Pra nga fundi edhe deri këtu, ka një diapazon. Po janë njerëz mirë kuptues, të mirë kuptojnë domethënë. Unë kam provuar kurrizin tim këtë lloj gjë dhe s'kam se prandaj thash që pasuria vetme që kam është vetëm thjesht ajo çan njerëzit më thonë. Faleminderit. Ma mend po e ke bërë kështu atëherë po. Jo, Irfan i bindur, ke lënë emër shumë të mirë. Edhe është edhe njerëzit tani me të drejtë edhe presin akoma nga ty. Po jetojmë për një fytyrë, dashu nuk jetojmë më shumë për Ke më shumë se ka. Ke lënë emër shumë të mirë. Ja, Matilda, edhe ti diçka. Në fund edhe regjia po ma bën me shenjë që jemi vonë. Irfani ka qenë një nga të parët që unë kam ulur në kafe për këshillim, pikërisht për emrin e tij të mirë. Jo për të mburrë dhe unë, po ka shumë që më thonë, je bërë më keq si Irfan Dashi. Kështu që kam ecur pak në rrugën e tij, përpos gjithë punëve të mira të bëra. Për të qenë korrekt edhe korrekt, kritik, realist, i vërtet. Kritike me bashkinë ose me organet. Me çdo gjë, nuk ka rëndësi me bashkinë apo me këdo, kështu jam në telefon dhe kudo jam kritike shumë, pavarësisht se kush është personi të cilin po kontaktoj gjithmonë kur bëhet fjalë për një punë në komunitet. Dhe duke qenë falënderuese patjetër për çdo punë fantastike që është bërë në kombinat, se nuk mund t'i harrojmë kurse si kopshte shkolla, çerdhe, qendër shëndetësore, rikualifikime urbane, që i kanë dhënë jetë, gjallëri dhe frym vendit, është ajo që ju thatë steka duhet rritur dhe ka nevojë sërish për një vëmendje të dedikuar dhe specifike kundrejt kombinatit, sepse gjykoj që ka më shumë nevojë në këto momente më shumë se sa zonat e tjera. Kështu që besimi është i madh, i plot dhe me kërshëri për të pritur ndryshimin e radhës tani. Mirë, do e kemi në dorë, gjithë bashkë do e kemi në dorë edhe këtë gjë dhe në një farë mënyrë Sovrani nuk gabon. Në përgjithësi nuk ka gabuar kurrë, kështu që ne shpresojmë që ata që na dëgjojnë do jenë pranë nesh edhe në datën 11, por nuk e kemi këtë vetëm në sensin politik, po e kemi në radhë parë njëherë që ne këtë ndryshim ta bëjmë të mundur me të gjithë njerëzit, nuk bëhet ndryshim vetëm me urdhër peshku, vetëm me urdhër nga lart, vetëm me bekim. Kupton, ndryshimi duhet vi në radhë parë nga poshtë dhe ne e tham, mund të ketë investime, s'ka mirëmbajtje. Ndryshimi duhet vi me mendje, me planifikim, duhet të ketë shumë si themi aftësi për të garantuar një qytet që është qytet për cilin e po flasim, pra kombinatit, për të garantuar një jetesë, për të garantuar një qytetërim i cili të jetë i qëndrueshëm. Përndryshe ne nuk na duhen vetëm thjesht të bëjmë një butafori, vetëm të bëjmë disa shfaqje. Ne do ndërtojmë një qytet që të jetueshëm 365 ditë vitit për të gjitha kategoritë, edhe më të dobtat, edhe minorancat, edhe ato që janë më të brishtat, edhe nuk e di. Unë e shoh që ka shumë pozitivitet, edhe ka edhe shumë vullnet. Tregu është rritur, kështu që shumë shpejt unë mendoj që do kemi një kantier pilot për kombinatin. Do ketë shumë rigjenerim urban, do ketë shumë lajme të mira për të rinjt, punësimin e tjerë. Nuk dua të shtoj propagandë qeveritare këtu, po që unë jam i bindur që kemi shumë gjëra të mira që na presin në të ardhmen shumë të afërt, shumë punë muajsh, vitesh, ne do jemi duke parë një realitet që do ndryshojë me shumë forcë. Ju falenderit të dyve. Ne do kemi raste të flasim prapë, unë e di që koha s'del, po ky podcast do jetë i rëndësishëm për ata që na dëgjojnë dhe do kemi raste të komunikojmë prapë. Shumë faleminderit.
Faleminderit.